Mirë, me që ti e nxorë kështu temën e bisedës, si është më mirë të mbulosh thinjat me kapele apo të zhvishesh fare nudo? Më mirë zhvishesh fare. Shqeto? Po, shqeto. Lisho? Lisho. Qyryk? A të filloj të llathi para apo të qyryki? Qyryk është më mirë. Po jo të thoj kalamajve, hinin Google dhe fotonin edhe shifnin kryeministin shqiptar, shifnin Lakuriq. Nudo. Qa do më shumë nudizëm? Kush trihet? Për kë po thoni? Gazetarja e përputhen. Dekërteja deri këtu, shtrihet edhe në barkas, e do me imitu. Ose për qyryk. Si e komentoni këtë mënyrën Si komentoni skandal, kryeministi shqiptar do të ishte arrestuar. Që ka folë për Google-in, fotonin Google se do shifni Edi Ramën Lakuriq, kryeministi shqiptar. Si të komentohet në kjo? Bota do arrestojnë për shembull për pedofil. A ja vlen që të dalësh nudo për i fushat? Nudo për fushat. Nudo s'del askush për fushat as për asgjë në botë, nudo s'del. Edhe në plazhi është ka pjesë. Njëri Lakuriq se një njeri që shkatëron Shqipërinë. Se nuk kemi më fuqi për ta rindërtuar dhe herë vendin. Si e komentoni edhe deklaratën e Edi Ramës që thotë shkoni në Google, klikoni dhe të kërkoni kryeministin nudo? Këto janë lojra gazetareske për mendimin tim. Ja ka thënë vetë ai. Më duket, po, sot jetoj me që mund vëm në gojë çdo gjë për cilin do. Ka thënë, hapni telefonin, kërkoni në Google, Edi Rama, nudo. Po mirë. Po zotëri, si ka thënë Rama to? Si ka thënë mëlla? Si ka thënë Rama, i thënë gazetarët, i thënë mediat, i bëjnë inteligjencë artificiale. Pse mendon se media reagon kështu? Se jemi mbushur deri këtu Me çfarë? me lloj makinacionesh të medjes. Kush e ka mbushur media me makinacion? Vetë ju gazetarët. Çka gazetari jeti vëlla? Ha. Çesha, bukatorë, ai thotë edhe fjalë, gjëra të mira. Si po ju duket kjo fushata? Shiko, nuk është ajo që në do ta shikoni nudo. Për mendimin tim, klikoni sa doni, unë nuk marr vesh nga teknologjia e re. Ti ke klikuar? Jo, nuk di. Nuk di. Ja, Më shumë, a ja vlen domethënë që ta përdorësh këtë si truk, sepse kjo është një ngjarje që ka ndodhur disa vite më parë dhe a ja vlen që ta rikthesh prapë për fushat në 2025-ën? Ja. Që të shkojmë tek Më tepër është tek që mos dalim tek ato kundërshtit tona të brezit tim. Nuk mund të klikosh për të parë kryeministin nudo, se je vetë i tillë. Është gjysëm nudist. Nuk është nudist i plot. Nudo do të thotë i plot. Tregoje, tamam. Edhe ja, kjo është loja gazetarisë. Kjo është loja gazetarit. që e kanë lënë Po. që e kanë lënë gjysmë. Nuk është nudo. E kanë lënë gjysmë. Nxirre komplet. Ato që pashun nuk është e vërtet. Jo, që t'ju besojmë plotësisht. Jo. Si gazetar, nxirre plotësisht. Po, që të besosh. Komplet që ta besoj. Jo. Pse nuk e nxjerr sot ai, ta nxjerrë komplet gjithë. Ta Po nxjerrë pra, sot ai. po. Se ka mo. Kush sa? Me që fillove the është truk gazetaresk. Po. Nga ajo çapë ti brenda kuadrit gazetaresk është okay, sepse ne si gazetar s'mund të nxjerrim tash se çaj teket X-it. Shiko, ka gazetar, janë filtra të tjera që përkrahin YZZ-t, ZGL-t e të tjerë, që për mua nuk është normale. Pra, kur vetë gazetaria, përse mos e bëj edhe individi, qoftë edhe kryeministri. Kjo është. Jo po të shohim të mbuluar, që tash na i kanë vu dhe kapele, që të mbulohet plotësisht. A më mirë ato, apo më mirë nudizmin? Mirë, me që ti e nxorë kështu temën e bisedës, si është më mirë të mbulosh thinjat me kapele apo të zhvishesh fare nudo? Më mirë zhvishesh fare. Shqeto? Po, shqeto. Lisho? Lisho. Me këtë metodë, a ja vlen që ti ta fitoj mandatin e ka? A e meritone? Edhe të pestin bile. E meriton? Edhe të pestin. Ashtu nudo? Po, nudo.
Po, edhe të pesin e meriton. Po ja, qarë mund flasë, po qarë nuk do të dali ai tjetërin. A do dali dhe ai tjetër? Vetëm lëkurat. I themi që dali dhe ai Vetëm nudo. lëkur. Nuk del dot ai se ka frikë. Ka frikë, jo turp, po ka frikë. Bëj një thirrje ti tjetër që dalin nudo që të fitoj. Në ke burni dilni dhe ju nudo. Se s'kan, Po, s'kan burni, ti, a? nuk kanë burni. Po s'ka. Kandari, Kudri, do pranonit një drejk me Ramën nudo? A do pranoj një drek me Ramën nudo? Jo, se unë jam kundër. Jam kundër nudizmit vetë. Po jo, unë, flasë unë. Unë si individ. Doni qini tjerë, për fet nuk dilni. Po. Knaqesh. Po qa gazetari shtrihet shumë, gazetarja shtrihet shumë. Qa do më shumë nudizm? Ku shtrihet? Për kë po thoni? Gazetarja e përputhe. Dekërteja deri këtu, shtrihet edhe në barkas, e do me imitu Maria de Filipe. Aman që gazetar. Nga jo, pikërisht pa te kjo temë do e dili edhe unë që media, rrjetet sociale, gjitha këto, a kanë ndikuar tek ky zhargon i kryeministrit? Sigurisht. Besoj Ju sinqerisht. personalisht për tesha ka si ju duket kjo mënyrë e të bërit fushat? Nuk është shumë komode. Nuk është për mua është ndyrshillëk. Për mua. Pse mendon se e ka zgjedhur Po ti këtë lloj? krahasosh këto të dyja, Pse mendon se ka zgjedhur këtë lloj zhargoni për të përdorur për fushat? po tash ai vetë di unë nuk mund të hyj në psikologjinë e tij. A jemi në një shoqëri që i pëlqejmë këto gjëra dhe një turm që mashtrohet me këto Pas vogëlsi? mureve, pas pemëve, pas çdo gjëje, po jo kështu live, të gjithë i pranojnë. Po live askush, sepse të gjithë kemi motra, kemi vajza, kemi gra. Kështu, Po të marrësh një rast tjetër, ishte ky termi i fjalës çyryk, dhe mbrapa pastaj filloi dhe përgënjeshtroi dhe tha nuk kam asgjë me këta persona me aftësi ndryshe, përkundrazi do t'i mbështesin dhe shpalosi programin. si ishte, për mendim tim, nuk ishte për të degeneruar apo të denigruar njerëzit me aftësi ndryshe. Nuk ata mendja. A ishte një karrem për të shpalosur programin për ata? Ndoshta, apo nuk mund të marr përsipër që Qofsh mirë. të gjykoj. Faleminderit. Faleminderit. Suksese kudo. Respekte. Po ne pse na Që i jep në juve? Ne. Kryeministrit. Kemi ardhur të pyesim ju njerëz si zonja. Jo, më Çfarë mendimi keni për meshkuj? Tamam ini mashallah ini. Po jo, më çfarë qyri ku ini? Po i Po lece Se me Aja fut kot. Nëse mos më japësh. plak vet. Mos më A, kam e veten e vet. Mos ta Kujtini merr. juve të kujtini. Sheto në YouTube. Kush është sheta kjo? Klikon në YouTube. Sheta. Edhe nxjerrin në YouTube tani. Te YouTube je. Të më zini në YouTube. Nuk keni qyri, keni shumë djem të mirë. Të tërë meshkuj shqiptar janë super. O ty të lund goja, po ecë mbushja mendin atij.